e rrezikshme kjo gjë. Pra, vetvetiu ndodh në trup. Por realisht mendja jonë nuk është se ka ndonjë reagim. Pra në këtë lloj forme, nëse reagimi është vetëm në trup, tregon që e kemi marrë nga një jetë tjetër dhe vetvetiu trupi dëshiron që ta liroj, dhe duke na dhënë një reagim të tillë, na lën të kuptojmë që duhet ta punojmë këtë pjesë dhe të merremi fiks me këtë lloj frike, ku e ndjejmë, si e ndjejmë dhe pse e ndjejmë. Kur ishim si fëmijë, siç e thash edhe më lart, nga që nuk dinim të shprehnim ndjenjat tona, emocionet tona, nevojat tona, nuk kuptonim se çfarë ndodh me botën, për shembull. Dhe nëse në një familje ka patur konflikte mes njëri tjetrit, sidomos mes prindërve,